Përshëndetje për gjithë juve shikues të nderuar, mirë se vë takomi edhe sot në emisionin Kosova Live. Jemi bashkë për 2 orë edhe sot për cilë informacionet e debatet e fundit që janë gjithandej. Do të nisim më njëherë me titujt kryesor. Me dakordim unanim në KQZ vendoset për rinumërim të plot votash në 28 komunat e vendit. Kretë kjo pas dallaverave që u zbuluan në Prizren, por deri ku ka mbri procesi i rinumërimit e mësojmë përmes një lidhje direkte me zëdhënësin e KQZ-s. Avokati Azrem Bytyqi dorëzon kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj Belisar Jezercit e akuzon atë për thirrje të vazhdueshme për spastrim etnike dhe dhunë ndaj muslimanëve shqiptar. Arianit Slamnikun nga Gjilani u premton të prindërve të fëmijëve me autizëm se mund t'i shëroj. Këta paguanin deri në 4.000 euro për këto trajtime të dyshimta. Prokuroria nis hetimet, i dyshuari intervistohet nga policia, zbulimi i rastit nxit reagim të madh publik. Sot e nisim me atë që e përfunduam dje, që Kosova shkon në rinumërim të plot pas asaj që u zbulua fillimisht në Prizren me vendvotimet dhe me votat. Pra është vendosur që të shkojmë në rinumërim të plot sa i përket zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ndërkohë që KQZ vetëm se ka filluar punën e saj. Detajet se deri ku ka arrit do t'i kemi pas pak në një lidhje direkte që do t'a realizojmë me zëdhënësin e KQZ-s Valmir Elezi. Deri atëherë, KQZ ka dhënë disa informacione. Si pas të dhënave të deritashme në KQZ, rinumërimi është përmbyllur plotësisht në 6 komuna. Nga fillimi i këtij procesi, e martë 13 janar 2026, ora 18, deri më tani, e martë 20 janar 2026, ora 10, pra njoftimi deri në orën 10 sot, janë rinumëruar 688 nga 2557 vend votime, të cilat u takojnë komunave, si Deçan, Gjakob, Glogoc, Gjilan, Dragash, Istog, Kaçanik, Klin, Fushkosov, Kamenic, Mitrovic, e Jugut, Leposavić, Lipjan, Novobërd, Obiliq, Rahovec, Pej, Podejev, Prishtin, Prizren, Skënderaj, Shtime, Shtërps, Soharek, Ferizaj, thuhet në njoftimin e KQZ-s. Derisa ta kemi zotrin Elezi gati, do të kalojmë në diçka tjetër. Avokati Azrem Bytyqi gjatë ditës së sotme ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj Belisar Jezercit, duke akuzuar atë për thirrje të vazhdueshme për spastrim etnike dhe dhunë ndaj muslimanëve shqiptar. Atë kemi tashmë përmes një lidhje direkte. Zotri Bytyqi, nëse po na dëgjon, mirë se vini në Kosova Live. Mirë se erdhët, avokat. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Na pak a shumë treguam se për çka është dorëzuar ky kallëzim penal, por do donim që detajet i dëgjonim nga ju. Po, ne sot kemi dorëzuar një kallëzim penal ndaj zotit Belisar Jezerci për dyshimin e kryes veprave penale nxitje përçarjes dhe mosdurimit dhe shtytje për kryen e veprave terroriste, nga the i njëjti në vazhdimsi, mirë po posaçërisht me qëndrimin e tij fundit në faqen e tij zyrtare në Facebook, bën thirrje për shfarosje dhe spastrim etnik të muslimanëve shqiptar nga territori i Dardanis, ashtu siç e quajnë ai, duke u inspiruar dhe duke marrur si shembull se si duhet të bëhet përmes asaj që ka bërë Spanja në vitin 1490-1500 kur i ka spastru komplet muslimanët dhe hebrejt nga territori i Spanjës deri në 1 milion dhe njëjtën gjë dhe duke marrë model edhe Greqinë ku Greqia ku e merr si model si Greqinë, kurse Greqia në 45-ën i ka spastru komplet muslimanët, e që më shumë t'i kanë qenë shqiptar përkatësisht qam, e që edhe sa dhe kësaj dite ekziston si një çështje kombëtare, çështja e gjenocidit të ushtruar ndaj komunitetit shqiptar qam në Greqi, dhe ai pra i merr si modele që duhet t'i zbatojmë në këtë momentum kur sipas tij ekziston një revoltë botërore nga popullatat brenda shteteve muslimane islame, sikurse në Iran që po revoltojnë ndaj pushtetit dhe elemente fetare, dhe duke krijuar atë përshtypjen që ndoshta edhe ne e mendon ai sikurse edhe ne jemi duke u sunduar nga një sondim islam dhe bën thirrje për vepra të tilla të donshme. Mendoj që kjo i ka kaluar gjitha kufit
Dhe kjo është një çmenduri e cila nuk do duhet të tolerohej nga institucionet shtetërore të drejtësisë, sikurse prokuria speciale, e cila ka obligim kushtetues dhe ligjor, që në raste kur persona me influencë, sikurse zotëria, i cili mban peshën e një grupi që bën thirrje për rikthim fenë të parë krishterizëm, dhe i cili nxit publikisht, pra bëhet shembull i nxitjes publike të urrëties dhe ndërmarrjes tyre masave ndaj vetëm pjesës më të madhe të popullit të tij, pra 94% deklaruar, vetë deklaruar si musliman, mendoj që do duhet kemi veprime të shpejta dhe të mos tolerojë, sepse nëse ne edhe këtë tolerojmë, tregojmë që dhe institucionet e drejtësisë janë institucione selektive që bëjnë më shumë politikë se sa drejtësi dhe të cilat nuk kanë selektivitet ndaj grupeve të caktuara, pra këta janë të amnistuar dhe të imunizuar, grupit e qanit kurse individ thjesht, cilët mund të bëjnë thirrje në rrjetet e tyre sociale, pavarësisht që si arsyetoj dhe nuk i mbroj, me njerë arrestohen dhe me njerë u caktohet masa paraburgimit si mos ndoshta edhe edukative, që të njëjtit të mos përsëritin, sepse do të kenë pasojë më të mëdha përveç asaj procedure. Për të qenë konkret, a mund t'i marrim disa shembull nga këto thirrje që janë bërë dhe përmes çfarë hapësirave, që është po ashtu shumë e rëndësishme? Janë zakonisht rrjete sociale, ndonjëherë edhe debate televizive apo si? Po, këto janë nëpërmjet rrjeteve sociale shumica, nëpërmjet shkrimeve të cilat i ka, po dhe nëpërmjet televizioneve. Ne kemi arritur që dikon 23 faqe me materiale të shkrimeve të tij, domethënë cilat i ka pasur sistematikisht në këto vitet e fundit, veçanërisht 2024 dhe 2025, i njëjti bën thirrje për në forma ndryshme që të zhduket, domethënë nga mendja shqiptare, të pastrohemi kombëtarisht, në fatkeqësia kombëtare, është religioni i kalbur, e keqja më e madhe e njerëzimit, domethënë e merr si shembull, domethënë rastin e Spanjës dhe Greqisë, dhe i paraqes armiqtë shtetit, po përveç kësaj, pavarësisht qëndrimeve të tij, cilat mund të përbëjnë qëndrime ndoshta në sens fashiste, ajo çka është në këtë rastin më të fundit është ai thotë duhet mos zvonohemi dhe veprojmë urgjentisht, dhe është një moment vendimtar politik dhe historik që t'i shkurri. Meqense Azran, je nuk e fol territoret tona nga muslimanët shqiptarë. Se e vazhdojmë këtë pjesë patjetër pak, sepse kemi një prej statuseve që është këtu edhe mes tjera që shkruan. Islamizmi pra është ideologjia që bota demokratike perëndimore duhet ta zhduk nga faqja e dheu, si më e keqja më e madhe e njerëzimit. Një prej tyre që ju po i referoheni. Po, duhet ta zhduk, pra i bën thirrje për zhdukjen e një feje monoteiste, një feje e cila i ka mbi 2 miliard pasues nëpër botë, është një feje e cila ka lëshuar rraj të fuqishme edhe në kombin tonë. Sami Frashi thotë që Islami ka lëshuar rraj të thella në kombin tonë dhe është vështirë kur do të del që mund të shkul ato rraj thella edhe nëse bëhen bashkë edhe me armiqtë e kombit. Ne duhet ta dimë një gjë, që nuk është esenca që ky zotëria ndoshta mund të ketë influencë shumë të madhe, mirë po esenca është që këta i shërbejnë mënyrë të vetëdijshme ose pa vetëdijshme planit projektit historik të Serbisë, që të rikthejnë sendimin Kosovë përmes nxitjes përçarjeve mes shqiptarëve mbi baza fetare, pra mes shqiptarëve të përkatësive ndryshme fetare. Ti e ke thënë në këtë pikë që edhe nëse Azran e ke thënë në këtë pikë, a ke shkruar që edhe nëse nuk e kanë një zyrë në Beograd, por gjithsesi i shërbejnë kësaj politike dhe ideologjie. Po normal, na e dimë në histori që shumë njerëz i kanë shërbyer armiqve të vendit tonë edhe pa e ditë që po i shërbejnë, edhe kanë çu ujë në mullit tyne. Edhe këta qojnë ujnë mullit Serbisë, sepse Serbia ato që s'ka mund ta bëj, domethënë Serbia ka tentuar neve me na dobësu përmes dhunës, përmes zullumit, përmes persekutimit. Ka tentuar përmes shpionave, por nuk ka mundur përmes përçarjes ndërfetare, dhe këta po tentojnë, po ja mundsojnë atyne për m'ia ushtruar një territor, duke provokuar mënyrën më të egër të mundshme dhe më të çmendur dhe më të paprecedent, pra me thirrë me shfaros popullin e vetë dhe me spastruar etnikisht. Pastrimi etnik është plan historik
prej Vasha Çubrilović dhe prej Načetanjes, planit për Serbinë e Madhe. Domethënë është plan i ndërtuar në Beograd prej elitave intelektuale akademike të Serbisë, të cilat kanë pasur plan që t'i pastrojnë komplet territoret që e quajnë ata Serbia vjetër Kosovës dhe t'i dërgojnë Turqi. Një pjesë kanë arritur sepse ne e dimë që sot kemi me miliona shqiptar që janë pasardhës të shqiptarëve të vendosur në Turqi. Pra këta po dojnë me botë njëjtën gjë, i bjen i farforme me mbajt zhogun projekteve Serbisë dhe ne duhet ta dimë që me vedi apo vadi kushdo që i shërben planeve historike të armikut tonë më të madh, historik dhe shekullor, duhet marrin mësim dhe duhet dënohen me dënimet më meritore dhe me masa të cilat i përcakton ligji, sepse kjo s'është liri e shprehjes. Liria e shprehjes kufizohet kur cënohet interesi kombëtar dhe siguria publike. Po, avokat, nëse po na dëgjon, keni pas mundësi që të komunikoni me këtë person, keni shkëmbyer një lloj komunikimi, sepse ka qenë publik edhe nga ana juaj që do të bëni kallëzim penal, ju ka kontaktuar ose diçka e tillë? Jo, nuk më ka kontaktu, dilën jam ftu nga Klan Kosova që dalim në televizion bashkë ballafaqohemi, nuk ka thonë që do të vijë dhe pastaj është tërheq. Unë kam dorë në televizion dhe kam prit, kështu që e jam jashtë që unë kam çartin dhe kam dërzuar pranë prokurisë speciale, pres prokuria speciale të mos bëj politik, sepse dim të bëjnë politik, edhe kanë bëu politik ndaj këtij grupi deri më tash, e kanë amnistuar dhe kanë toleruar, dhe pres siç e kanë dhëllën ndaj aktakuzave për krime lufte që është shumë e dur dhe e vlerësoj shumë punën e tyre dhe mbështes ashtu edhe ndaj ministrave të Kurtit që kanë zellën e tillë për të ngritur aktakuzat duhet ta kenë ndaj këtij grupi sepse prokuria nuk është një institucion politik i cili i shërben interesave politik qarqeve të huaja apo të brendshme të grupeve të caktuara, por që duhet të mbaj ekuilibrin ndaj gjithë qytetarëve, ndaj gjitha grupeve fetare, etnike dhe të tjera dhe duhet që parimisht ta kesh bazë orientimi vetëm kushtetutën dhe ligjin. Kushdo që i bie ndesh me kushtetutën dhe ligjin dhe i ka përmbush elementet e figurës veprave penale që ne e kemi argumentuar pranë këtij kallëzimi penal që ky zotëria i ka përmbush, duhet që mënyrë të mirët masa urgjente edhe ndoshta edhe arrestimin e tij si mësim, edhe për këtë edhe për ata provokatorë tjerë që shumica janë në Evropë, këtij grupi i cilët domthon prej atje, prej koltuqeve të Zvicrës, domthon tentojmë na gjunë neve disa katapulta zjarrit për me na provokue për me provoku për plasjen shoqërinë tonë. Po, që ta sqarojmë, ju dyshoni se këta persona që bëjnë këto shkrime dhe janë pjesë e këtij grupi janë kryesisht persona që nuk jetojnë në Kosovë dhe kanë më të lehtë që t'i bëjnë këto shkrime apo jo? Ta e kanë më të lehtë për t'i bërë këto shkrime, jo se domosdoshmërisht nuk jetojnë në Kosovë, ka edhe prej tyre që jetojnë në Kosovë, por shumica atyre që janë udhëhec, domethënë të këtij grupi janë që jetojnë jashtë vendit, ka edhe figura dhe intelektual të cilët janë pjesë e këtij grupi që jetojnë edhe në Kosovë. Zakonisht është grupi përbërë prej një, mund të them, elite vjetër me mendësi ideologjike ateiste, enveriste, domethënë e cila nacionaliste, e cila ideologji domethënë ka ndikuar shumë ndërtimin e tyre që kombëtarizmin e tyre e kanë ndërtuar me një urrëtie të madhe mbi fenë e tyre. Pra ata duke qenë që kanë shërbyer interesave të vendit tonë periudha të caktuara historike, mendojnë që ta që baballar të kombit edhe kombi u ka bërë që ata ta shpëtojnë nga islamizmi, duke mos e njohur historinë e këtij vendi që shqiptarët musliman, besimit musliman dhe me besim dhe me identitet shumë krenar i kanë shërbyer interesave kombëtar në momentet më kritike historike të ndërtimit të kombit, duke filluar nga lidhja e Prizrenit, duke filluar nga rilindaset të cilët e kanë ideu, e kanë skicu konceptin e nacionalizmit modern shqiptar dhe deri tek shpallja e pavarësisë dhe gjitha lëvizjet tjera dhe luftrat të cilat janë bën Kosovë, Maqedoni dhe Prishtinë. Edhe një detaj tjetër, kallëzimi penal përfshin personin në fjalë apo në përgjithësi edhe lëvizjen për rikthim, për me qartësu këtë? Jo, ky kallëzim është i drejtuar drejt për drejt ndaj zotit Beliza Rizerci. Këta e kemi bërë sepse ky ka bërë thirrja e tij e fundit është thirrje eksplicite për dhunë, për çfarosje dhe për spastrim etnik dhe zakonisht gjykata e ka vendosur gjykata supreme një standard që tek rastet e xhitjes së urrëties dhe mosdurimit për çfarës mosdurimit mbi çfarë do bazë etnike kombëtare acore apo tjera, duhet që të shikohet edhe efekti i saj në kohë, nëse ka bërë para shumë vjetëve,
atë gjykata dhe nuk ka prodhu efektin e tensionimi konkret në brenda individëve, pra nuk ka nxit konkretisht dhunë, të mos ngritën akt akuza, pra të mos mirën vendime a gjykime dënuese, siç e kemi edhe një rast lidhur me Serbin që ka diskutuar, ka folur fjalë për Eçakun. Në këtë rast ne kemi përgatitur ndaj tij dhe do të përgatisim dhe secilit antar të kësaj lëvizje i cili do të vazhdoj provokimet e pa nxitura nga askush, për të përqarë shqiptarë mbi baza fetare. Këtu e kam një pyetje, sepse jo rastisht e bëra atë për lëvizjen për rikthim, se madje edhe ti ke qenë disa momente në disa debate të caktuara ku kanë qenë edhe përfaqësues nga lëvizja për rikthim. Dhe këtë shqetësimet të cilin e ke dhe po e thua vazhdimisht, ti a mendon që është arritur të krijohet kjo përçarja në këto kohët e fundit, në këto vitet e fundit me këtë aktivitet apo jo? Unë mendoj që po, sepse një pjesë e caktuar e individëve, të cilët nuk kanë një përkatësi identitare, krenore, ose të paktën solide fetare, e kanë një farloj ndjenje të përkatësisë dhe rreshtimit më shumë me konceptet, ide dhe projektin e kësaj lëvizje, dhe rrjedhimisht rreshtimi me këtë lëvizje e sjell një lloj polarizimi, sepse kjo lëvizje ka një strategji të qartë që të polarizojë, krijoj përplasje në shoqëri dhe ta perceptoj vetin si të mirën, të drejtë dhe të mesëm, dhe ata cilët kanë një besim më të theksuar, që është normale, është pjesë e besimit, edhe praktika perceptohen si të huaj, si lindor, si e keqja e kombit, pra duke mos e lejuar që duke ndërtuar një koncept që s'mund të ekzistojë binumi mes fetarisë dhe kombëtarizmit, pra patriotizmit. Në këtë rast kjo ka qenë historikisht, sepse edhe në kush e një historinë në fundin e shekullin 19 dhe fillimin e shekullit 20, konsulatat e huaj austriake, franceze dhe ruse që kanë qenë në territorin e Perandërisë Osmane kanë tentuar me nxit, domethënë shqiptar, dhe përmes revistave caktuara i kanë portretizuar që ai që është katolik mund të jetë edhe një kombëtarist i mirë në frymën e ndërtimit të identitetit të ri kombëtar, kurse qenurit musliman dhe ortodoks është perceptuar që s'mund të jetë kombëtar i mirë sepse bazën e identitetit të tyre kanë shumë larg, pra Perandërinë Osmane apo në kishat e ndryshme ortodokse greke apo në rajon, dhe rrjedhimisht është tentuar që kjo logjik e përjashtimit të grupeve caktuara fetare që të mos konsiderohen shumë kombëtar është ushqyer dhe para një shekulli, dhe këta po e vazhdojnë të njëjtën, pra janë argat të pavetëdijshëm të projekteve të huaja të armiqve të vendit tonë. Azran, duhet të jetë edhe më herët që ke qenë i gatshëm vazhdimisht edhe për debat, bashkë edhe mund ta kemi edhe këtu pse jo në një moment të caktuar edhe me dikë nga lëvizja për rikthim, dhe kemi tentuar edhe sot, por që është e pamundur, gjithsesi ne ju dëgjuam juve dhe arsyet për këtë kallëzim penal, nga ajo që kuptuam ju kërkoni arrestimin e këtij personi apo si? Po, ne kërkojmë që prokuria speciale ashtu siç ditë arrestojë individ që nxitjen urrëtitje mbi baza fetare apo etnike apo racore, individ të thjesht me përkatësi çfarë do besimi edhe islam po të tjera, të njëjtin standard, të njëjtin praktik ta zhvillojnë edhe ndaj këtij grupi, përkatësisht ndaj këtij individi si mësim. Për këta dhe dyta është si dëshmi që janë institucion që janë duke përmbushur misionin e tyre kushtetues për nda drejtësi. Dhe për të rikthy besimin e qytetarëve që ky institucion nuk ka institucion politik. Po është institucion i drejtësisë. E qartë. Ju vazhdoni të jeni i gatshëm për një përballje apo jo? Në çfarë do rrethana dhe çfarë do studio? Natyrisht. Në rregull. Azran, faleminderit për këto informacione për sot. Përshëndesim Azran. Faleminderit shumë. Kjo është vetëm pjesa e parë realisht, fillimi pjesë së parë, sepse kemi edhe shumë çka tjetër. Pas pak do të shkojmë tek KSZ-ja realisht dhe më pas do të ndalemi edhe tek tema më e diskutuar që nga dita e djeshme, ajo që e kishim edhe në kryetituj, po kthehemi pas pak, pas një ndërprerje shumë të shkurtër.